ku kozë nuk është pa gjëm. Luiz Eili rikthehet fuqishëm në ekran, këtë herë në një rol krejtësisht të ri dhe të paparë më herët. Burime pranë produksionit të Ferma VIP 3 bëjnë me dije se fituesi i Big Brother VIP do të jetë kryeplaku i Ferma VIP 3, një figurë kyçe që pritet të trazoj lojën dhe të vendosë rregull në këtë spektakël. Por surprizat nuk mbarojnë tek Luizi. Arbana Osmani do të jetë gjithashtu moderatorja zyrtare e Ferma VIP 3, duke shënuar një rikthim shumë të komentuar në ekran. Me përvojën dhe stilin e saj unik, Arbana pritet të japë spektaklit një tjetër nivel profesionalizmi dhe emocioni. Kujtojmë se për pak muaj pasi Big Brother VIP Albania 2 mbaroi, Luiz Eili kishte hequr Arbana Osmanin nga lista e ndjekësve në Instagramin e tij, ku po ashtu nuk e përmendi në asnjë intervistë dhe nuk e përfshiu emrin e Arbanës më në karrierën e tij. Por që ta shikojmë këtë herë se si do shkojë raporti mes dyshës, duke qenë se Arbana Osmani nuk e ka hequr Luiz Eilin nga lista ndjekësve, edhe pse këngëtari ka vendosur ta largojë moderatorën.